Selam aleikum hoç, si qëndron puna nëse prindërit bëhen pengesë në faljen e namazit? A lejohet të bindemi apo jo? Aleikum salam të barakatuh. Kjo të ne në Shkup nuk ka. Janë dy përgjigje këtu. E para me një pyetje. E para, pse prindërit të pengojnë nga falja e namazit, s'ke të drejtë mu sjell keq me ata. Këtë ta kemi të qartë. Se fatkeqësisht ndonjëherë ndëgjojmë prej prindërve që vetë edhe e tregojnë se s'kan qef fëmijët e tyre të falen dhe të jenë praktikantë të fesë, ndëgjojmë ankesa nga prindërit e tyre se këta ushtrojnë dhunë, qoftë psiqike, por ndonjëherë edhe fizike ndaj prindërit e vet. Nuk guxojnë. Pa marrë parasysh se prindërit e tyre a janë musliman, a janë jo musliman, a janë dashamirë të Islamit apo urrejtës të Islamit. Këto nuk guxojnë të sillen keq me prindërit e tyre. Timi të qartë. Shkon këshirë, për një me e kam. Po, so shkjo veç për kamerë, adhurim është. Edhe me kon islamofob baba. Edhe islamofob me kon baba, s'guxon, ai baba është, o vëlla. Ai baba është, ajo non është. Sa do që është? Nëse ndodh me qenë e devijum me lajthitun prej fesë, ajo përsëri non e ka emrin. Ajo përsëri baba e ka emrin. Dhe këtë shumë të ris ma kuptojnë, ama lusë Allah që Allah të jep fëmijë, vlat, bon babalarët, bon prind, kanë me më kuptu çka do me thonë me konë non edhe babë. Se dhe mu me pas pyet para një 20 vjetëve, kër jam konë beqar, e kisha pështel pak ma ndryshe këtë përgjigje. Ama sot, me përvoj, me dije, me kuptimin dhe përjetimin e fjales e vlat, kur e kam pak ma të qartë, se vetë kam e vlat të mi, thmit e mi, kom fillu me kuptu më mirë çka do me thonë me kom babë, çka do me thonë me kom prind. Namazi. Prindi, edhe kur e ndalon prej diçkajt fëmijën e vet, qoftë edhe namazi, e ndalon se mendon se është duke mbrojt për ndonjë të keqës. Shkoku i një keq kuptimi vjen momenti që ai fëmijën e vet me ndalu prej namazit. Se prindi i vetmi është prindi, baba, nona, janë të vetmit në biruzën e toksor që fëmijën e vet dojnë me pa më mirë se vetvetja. Të vetmit ja. Që këtu ta bën me dije se me automatizëm fëmia me prindin kur të komunikon, nuk komunikon që ky me argumente edhe me hadith, ajete të shumta që i mësoni lexon, do ta binde prindin e vet. Me edukat, me tërbije e bind prindin se kjo është në rrugë drejt. Se prindi gjithë një fëmijën e vet e shet vogël. Dhe e shet si një shoku i dashnisë të madhe që i ka dhe gjithë një i shkon mendja mos ma ka mashtru dikush djalin fëmijën. Ma kanë marrë në qafë. Se gjithë një e shet si të vogël që e ka rujt pi vegjelis dikush mos ja marrë ka udhë tek qia, mos ta mësoje ka e keqë. Gjithë një ki, ashtu prindi e kalon jetën duke shfridzu këtë kapacitetin e vetë në mbrojtjen e fëmijës vetë. Rrypi këtu, mos tërxot, mos vrat, mos ftofët, mos... Sa mirë të shpjegoj. Dhe më thonë jetu hi edhe në atë botën e ati komunistit, islamofobit, a i thot, mos mua marrin këto isisat, sena, ka këtë shkuptimi. Dhe këto islamistat, ndoshta ka mundësi me konën me pas bindje se islami është diçka që në gjene me qanë. Po vëse, me dika kemi divergjenca konceptuale. Si dush me him botën e vetë, sidomos kur ka të bëhet prindi. Kjo është. E fundit që e përmeni këtu është, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Rregullar është. Nuk ndëgjohet krijesa kur të urdhënon mi bë mëkat krijuesit. Qoftë edhe babajat. Ti kemi vazhdu me namazin tënd, me adhurimin tënd, mundësisht. Pasi që ata atë shumë urrejtje kanë ndaj namazit, falon në momente, në vende ku ata nuk të shohin, po namazin zguxon me ndalë pësa ata të thonë mos me u falë.
dhe maksimum sjellje, respekt dhe nder, dhe t'jesh i bindur se me sjellje dhe me respekt ka marrë momenti që Allahu edhe ata do t'i bën namaz falës. Shumë raste na kemi. Unë jam shumë i ri me fol për këtë temë, po besoni një përvojë shumë të vogël, në shumë raste kam njerëz që me këto pyetje më janë drejtu para 10 viteve, tash baba i vet është më i badexhi se tjali, i cili janë ku prej babas para 10 viteve. Allah ndryshon gjendje. Se kalon bien e vet më mblu, se kalon bien e vet më fal, se kalon djalin e vet më fal, as me shku te hoxha me mësu Kur'an. Sot çaj baba, po i njëjti, është më i devotshëm se çata. Fëmijët ato që janë anku prej prindit. Po janë këshillu, kanë hec hapave që i kanë marrë nga xhallarët dhe ka ardhur rezultate që ai prind të bëhet besimtar i devotshëm, bëhet një saj, jo që e ka bëhet si e ka menduar të keqën fëmijës vet. Cili prind e gjuan fëmijën e vet në zjarr, nuk ka be prind që fëmijën e gjuan në zjarr. E fëmijën me ndal prej namazit domethënë me gjuajt në zjarr, pa ai nuk e di atë. Ai mendon se me shku mu fal, ai ka mu deviju, ka mu prish. Bile disa tri që fillojnë mu fal, shoku se prindi ndonjëherë e pyet o bir shumë vonë, ku keve, ky bot arrogant dhe fillon me menduaj si ka nis ki mu fal, ka nis mu prish ki djalë. Me kam po shoshnohet, ka marrë të këqija, e ka ndru sjell vind, në ndodhen këto raste, prindi çon me namaz, me islam, me krejt, djalë do të më ka ndru sjellën si ka filluar me praktiku islam. Shumë arrogant mu ka bo, shumë mendje madh, me mu veca me qenë maj butaj, maj sert. Kisha kuptu namazin. A llogaritin e qaj prind me qenë edhe komunist, njëri pa fe, edhe ky t'ja ktheje qashtu, ai jo me urejt islam, me mujtë e zhduk as ijen prej islamit selat, se thot që ki islam ma prishi mu e familjen, ma prishi thmijen, te ki cili thmi ai ka investu gjithë jetën e vetë dhe ka pas një myt se bashkë pleqni kur ai do të jetë më i dobët do ta kese një krah ku pështetet ai fëmijë, çaj fëmijë bashkë kur nis me shkon xhami bot arrogant dhe i keq me prindët e vet. Andaj prej fillimit thash baba e ka emrin bab, hak e musliman, ha i mirë, ha i keq, ai bab e ka emrin, si ndryshohet emri, ai bab mbetet. Nona është non. A e mirë, a e keqe, a e shpijës, a e rrugës, qofte edhe lavire, aja nane ka emre. Pik, qartë, nuk guzem na këto dy bota me i përzi. Dhe na i kemi obligim ndaj babës dhe nanës me qenë bamirës. Allahu Azza wa Jall thot, wa bil walidayni ihsana. Thot dhe Zoti ju urdhënon me qenë bamirës ndaj dy prindërve. A shkon dikun musliman ajo musliman? Jo, veç prindër. S'ka ashtu. Prindërve. A është prindjat? U krikimon. Ka vërtetu se është nona dhe baba jat. Ti ke obligim mos sjell mirë me ata. Se Zoti ta ka obligu. Ai e pranoi Islamin, elhamdulillah. Po se pranoi Islamin, përgjithësia është e ati në ditën e gjykimit. Ti ke obligim mos sjell mirë me ata deri në frymëmarrjen e fundit dhe me u tregu se Islami është ai që ta ka obliguar mos sjell mirë me ata. Dhe kemi pa na dim prind në Evropë që kanë pranuar Islamin të nacionaliteteve të ndryshme, të profesioneve të ndryshme, me sjelljen e mirë të fëmijëve të tyre kanë pranuar Islamin. Se fëmijët tjerë s'marrin dorë nonë e babë në Evropë dhe si për filmin dhe dihet ato njërë 2-3 vjetë e vizitojnë prindët e vetë. Ky si musliman, lene se i ka respektu, i ka nderu, por gjithë kohës ju ka që ushqeme, i ka nderu, i ka thirë të shtëpia e vetë, sa ata njërë si jo musliman kanë jetu veç a veç. Ki islami të jam, su ki tu bo maj mirë, dhe i prindi vetë ka tregoma vetë shket fejone, ka rastet tila. Se, ti kretë ndryshe e piktimve thmive tjerë, një me i e bo pak ma ndryshe, kështu mjekër, falësh, i të bo diçka do, sejna ma me muje shumë korekt. Pse ti kështu, valla islami kështu, qka islam? Ja. Elhamdulillah, është bo që e sjellje e mirë. Që ka pranë islami. Ama sjellja e ka nëzitat me pyet qka islami. Jo, duke të regu argumente fetare,
E duke argumentu veç që ai e me sillet keqe që ai me pyet çka islam. Se me sillet keqe do të ki islam kanë ai keq. Më falë mas, se du. E të jemi të kujdeshëm në ndonjëra pse jemi musliman të këqi, ndonjëra dhe islamin e paraqesim keq. E Zoti na falte, na përmirësoft. E të kemi të kujdesshëm që islamin mos ta prezantojmë në formë të keqe. Por mundohemi të prezantojmë në formë të mirë.